Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk e vu të re, ja incidenti që ndodhi dje në finalen e madhe. Aktori lart Vasili arriti të jetë një nga finalistët e Shtëpisë së Famshme. Gjatë natës së finale, vëllai transmetoi një klip profim nga rrugtimi i tij në shtëpi, pas të cilit larti u surprizua nga familjarët. Por gjatë këtij momenti emocional ndodhi një incident teknik. Teksa larti takoi me të afërmit, banorët e tjerë ndodheshin në një nga dhomat e shtëpisë. Për shkak të një gabimi, regjia lëshoi audion e mikrofonëve të tyre në transmetim direkt. Në audio dëgjoheshin Gjesti dhe Rozana duke thënë: "Vëllai i madh nuk është në monitor." Ky incident shton një tjetër moment të papritur në natën finale, bashkangjitur me incidentin e fillimit ku Ledionit nuk i punonte mikrofoni.